Edhe këtë 9 prill e morën rrugën për në Koshare. Është ky Muharrem Gacafiri, ish bashkëluftëtar i komandant Agim Ramadanit. Roli i tij ishte të jetë syri i ushtrisë çlirimtare në këtë terren të vështirë. Si pjesë e njësitit Kobra diverzant vëzhgues, Gacafiri u plagos vetëm 2 ditë pas fillimit të betejës. E kujtimet e asaj të mërkure të rënd, kur ra edhe komandanti i tij ende i ka të freskët. Ka qenë një kohë shumë e vështirë, moti e kun i ftaftë, skllot, burr, po çka u kun më më rëndësisi, shokët tonë bashkë me neve e kanë pas zemrën e madhe, edhe e kemi mujt pushtuesin. E kemi mujt gjithë Serbinë, Rusinë, gjithë ata që janë ballafaque me vit zjarrit. Edhe këtu ka qenë ushtri. Nuk ka qenë, domethënë, secili e ka treguar veten, bile e ka nxjerr ka zgjisë harse. Por ani pse vetë mori plag në trup, këto nuk janë momentet më të rënda që Gacafiri i ka nga betejë e Kosharës. Unë me 11 prill, domethënë, i kom varros 4 dëshmorë të shokët e por, edhe këtu ka qenë lufta pej vis këtu deri në Morin, deri në Gjakov thuja, brezi kufitor. Atë ditë ku jam plagos, jam kun polici ushtarake, kanë vdek 2 dëshmorë, 3 me të plagosur, edhe nga granatimi, edhe toni kanë ardhur, faleminderit pej shtetit, pej vllaznive tonë, na kanë çuar me helikoptere me ndihmë pore, na kanë çuar për Tiranë, pej Tiranë nuk kanë pas sukses, na kanë çuar për Gjermani, kanë ardhur gjermanë, dikush në Turqi. E pjesë e kësaj njësisë ishte edhe Afrim Maloku. Edhe ky i fundit u plagos në betejën më të lavdishme të UÇK-s në luftën e fundit. Atje ka qenë një farë ofenzive, aty në kanë qenë do kufom aty në dhe kanë insistimi i tyne ka qenë me ardhë me i marë ato kufomat. Dhe na kem rezistu gjithçka si mos minshu pika tona dhe mu kthim mrapa, jem plagosën domethënë me një distancë diku 10-15 metra afër tyne. Po atë kanë qenë luftime tepër tashpra, domethënë se ata kanë insistuar na vetën gjithçka më ardhë me marë ato kufoma dhe na nuk kem leju dhe i kem kthy domethënë mrapsht. Dhe kanë metë edhe kufomat aty, atër mas plagosës time në njëm kthy për shërim. Por i gjithë mundi këtyre ushtarëve u shpërblye me 10 qershor të vitit 1999. Kjo me që pas mbi 3 muajsh luftime me forcat serbe, UÇK arriti ta thyen te kufirin shqiptar. Ndërsa për të arritur këtë, dëshmoran 114 ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.